burri këqyr video në TikTok të grave tjera edhe u a dërgon shokve këto video pra. A ka të drejt, a është haram? Jo, motër, nuk ka drejt, kjo nuk duhet me diskutua ka drejt, çfarë drejti? Kjo është diçka haram. Bile jo vetëm kaq. Shikimi i tyre është haram. Pastaj harami i dytë vjen që u a dërgon edhe të tjerëve. Domethënë bëhet sebeptar, shkaktar që dikush me këqyr atë haram. Ndoshta nuk kish me këqyr mos ja dërgon te burri yt. Edhe kështu bëhet me një farforme argat i të keqës. Ashtu është edhe tytje dhënon, edhe hum dashnia, hum mirëkuptimi, hum respekti bashkëtorë, gjitha këto janë sebep që me shtu gjënahin. Andaj e këshilloj burrin tanë edhe gjithë ata meshkuj, po edhe femna që e përcjellin këtë video, do t'yeni Allahut. Keni frikë Zotin. Ndaleni veten rrugën e moralin. Sepse harami, amoraliteti fillon me shikim, e ka dal deri në zina. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka treguar se syni bën amoralitet, veshje të folurit, ecja, këmba, dora deri në fund t'ja çet vulën, domethënë vepra e haramit e zinas, a'udhu billah. Andaj duhet më rujt prej këtyre gjanave.